Në një skenë që te kalon çdo imagjinat politike, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë bashkuar forcat për të miratuar zgjerimin e tregut agro-ushqimor në Elbasan, një pronë e regjistruar në emër të Petrit Çelës, babait të Suel Çelës, i shpallur në kërkim nga SPAK si kreu i një organizate të dyshuar kriminale të përfshirë në trafik droge, atentate, pastrim parash dhe korruptim të zyrtarëve të lartë. Ky vendim u miratua më 29 janar 2025 nga Këshilli Bashkiak i Elbasanit, me votat pro të përfaqësuesve të dy partive. Ironikisht, vetëm pak kohë më parë, drejtuesit të PD, Sali Berisha dhe Flamur Noka, shfaqeshin në publik duke denoncuar lidhjet e Suel Çelës me PS-n dhe duke akuzuar atë për përfshirje në krime zgjedhore. Megjithatë, në një kthes të papritur, kryetari i PD-s së Elbasanit, Blendi Himçi, jo vetëm që votoi pro zgjerimit të tregut të familjes Çela, por dhe u renditi katërti në listën e mbyllur të kandidatëve për deputet të PD-s. Ky veprim i PD-s ngre pikpyetje serioze mbi sinqeritetin e saj në luftën kundër krimit të organizuar dhe lidhjeve të tij me politikën, ndërsa në publik PD shfaqet si një forcë që denoncon krimin. Në prapasken ajo bashkëpunon me të njëjtët individ që premton se do të luftojë. Suel Çela, një emër i njohur për drejtsinë shqiptare, është shpallur i pafajshëm në disa raste, përfshirë edhe përplasjen me policinë në Elbasan të vitit 2017. Megjithatë, ai mbetet një figurë kontroverse, me akuza të shumta për përfshirje në aktivitete kriminale dhe lidhje të ngushta me politikën. Ky rast tregon qartë se lufta kundër krimit të organizuar në Shqipëri është shpesh një retorik politike sesa një përpjekje e sinqertë për të ndarë politikën nga krimi. Bashkëpunimi i PD-s dhe PS-s në këtë rast është një shembull i qartë i hipokrizisë politike që vazhdon të mbizotrojë në vend.